Në një atmosferë të zbet, pa pritje nga administrata, edhe Bujamin Kadriu, i deleguari i qeverisë për në komunën e Vrapçishtit, mori sot detyrën deri në zgjedhjet e 11 janarit në këtë komunë. Ne nuk jemi këtu për hakmarrje, ne jemi këtu në shërbim qytetarëve. Kjo është një proces krejt normal dhe askush nuk duhet të frigohet dhe as nuk duhet të jetë nën panikun e frikës së hakmarrjes. Ne jemi këtu për bashkëpunim. Ne jemi qytetarë të këtij vendi dhe i shërbim kësaj komune. Shpresoj që të gjithë kjo administrat t'i kthehet, punët administrative t'i kthehen normalitetit dhe këto punëtorë të kësaj administrate të jemi bashkëpunim të vazhdueshëm. Po Verenikët e kryeministrit kërkuan bashkëpunim të domosdoshëm me administratën, edhe pse këta të fundit nuk i pritën, as në Vrapçisht e as në Gostivar. Është krijuar një huti, një frikë, një panik, dhe kjo vjen si pasojë një shantazhit të kryetarit paraprak, që vazhdimisht kemi informata nga të gjithë që kanë qenë të kërcënuar, kanë qenë të shantazhuar krejt kohës që të veprojnë në këtë mënyrë që vepruan. Por është e krejt normale dhe ne i mirë kuptojmë. Ne jemi këtu për ta zhbllokuar këtë, për ta larguar këtë frikë. Ne këtë fenomen të frikës, të kërcënimit dhe të shantazhit, andaj edhe jemi këtu. Andaj jemi dhe deleguar. Administrata është shtylla e kësaj komune. Dhe këto njerëz janë ato që unë duhet bashkëpunoj dhe ato duhet bashkëpunojnë me mua. As Bujamin Kadriu nuk pati një version të saktë se a do të jetë ai kandidati koalicionit Vlen për zgjedhjet e 11 janarit.